Speranca më Anchor. Po. Do të thënë në botën e marinës. Do të thënë ishte Speranca, Anchor. Këta ishin. Jo, i thashun në shqip nuk e themi kështu. Po çfarë thoni? Fillova unë të thotë t'ja shpjegoja fjalën speaker, se speaker, në anglisht ajo, jo, më thënë çfarë speaker dha, s'u speaker dha. Prezantuesin, e kupton më afër, po dhe. Jo, ata thoshin kështu, shumatorja jonë gjithë është ai. Po. Ashtu si kundër speaker është kryetari i parlamentit, e kupton. Kështu i thon kryetari. Po jo, shumatorja jonë thash ai, ankorimi, ankora është, atje më thoshte mua është Speranca jonë. Jemi këtu, thoshte 200 gazetar, Speranca jonë është ai dhe ajo. Do në Boston University, në televizionin ABC Channel 5 në Boston. Shumë e bukur, shumë e bukur. Tani problemi është shiko. Pastaj janë festivali pas 19 erdhi festivali. Jo, në 19 pritje këtu me Silvana Braçën, se të dy kështu kinga këtu, domethënë një djalë i pashëm atje dhe i vajzë bjonde. Ishte shumë i suksesshëm festivali 19. Po se çka paca këngë të veçanta të bukura, a? Unë ndjeva kënaqësi sepse ishte në ëndrat e mia të prezantoja dhe unë nuk e kërkova. Dikush propozoi, e kupton dhe u aprovua për njerësh propozimi. Për juve. Po pse pikërisht me Silvana? Silvana ishte propozuar nga dikush tjetër. Ne u puqëm. Edhe ajo ishte në RTS. Jo, nuk ka qenë në RTS. Silvana ka qenë studente në ekonomik atëherë. Studente në ekonomik? Vitë parë më duket e kupton, diçka e tillë. Dhe ajo ishte propozuar nga dikush tjetër, ne u bashkuam në televizion, domethënë në ditën dhe orën që na lanë për tu takuar. Si ishin provat? 1 muaj, 2 muaj, sa zgjasin provat? 3 muaj. Po tani ne fillonte që në shtator pregatitje, po për ne ishim në fund, domethënë muajin e fundit, domethënë muajin dhjetor, fillimi i dhjetorit. Po përgatitjet fillojnë në shtator? Po, përgatitjet për festivalin fillojnë gjithmonë në shtator. Tani problemi është që ashtu siç e përmenda pak më parë se dua ta aksentoj edhe këtë gjë me Sonila Meçën, edhe Silvana ishte memorie, domethënë që njerë ta lexonte, ajo ishte absolutisht e jashtëzakonshme. Dhe më çuditi, Juliana Jorganxhi atëherë ishte edhe skenaristi e festivalit. Poetja jonë e famshme, mrekullueshme, e suksesshme, e jashtëzakonshme. Dhe na jep fletët, domethënë na jep skenarin. Dhe për 5 minuta, 10 minuta do dinim në provën e përgjithshme, domethënë generale. Për provën generale. 48 orë para. Po dhe unë lexoj, filloj fjalët e para se domethënë më kanë bërë edhe sot në mendje domethënë si një devizë ajo spektatorë të nderuar, dëgjues të radios dhe teleshikues kudo që jeni, mirëmbrëma. Kjo është deviza e jashtëzakonshme e hapjes festivalit. E hapjes festivalit. E atyre viteve. Spektatorë të nderuar, që nderon spektatorët janë aty, dëgjues të radios dhe teleshikues kudo që jeni, mirëmbrëma. Kjo është shprehja më e saktë edhe më e bukur dhe filluan ato më poshtë. Silvana fillon dhe ti thoshte pa, pse s'po ul kokën? Pse s'po ul kokën? Kjo thosha, e kupton, unë ulja kokën, se sa na ishte dhënë teksti. Kur më thot Silvana pastaj që jo, po unë kam një memorie, kam një aftësi që memoria e kupton edhe është aftësi. Doli shumë i suksesshëm festivali. Aty pata kënaqësi sepse u takova me shumë personalitete të shquara të fushës muzikës, të këngës, e kupton, me të madhe Vaçezela, e kupton. Si ishte Vaçezela? Vaçezela kishte shumë emocione. Kishte emocione? Nga pas skenës ajo dridhej shumë. Ajo vetëm sa fillonte introduksioni këngës, ajo çlirohej, domethënë. Po, nga mra pas skenës deri te mikrofoni, ajo kishte dridhej e tëra, kishte shumë emocione. Tregoj detaj që se kanë dëgjuar asnjëherë këtë. Po. Që mua më thoshte Vaçezela ishte me vërtet e madhe, kishte edhe këtë që mund të zgjidhte këngën, sepse kishte një autoritet. Që se kishin gjithë. Po, sigurisht. Ose më saktë kishte vetëm ajo, dhe gati i shikoi kështu si hyni, po kishte shumë emocione, Po, shumë. Po, kush e fitoi çmimin e parë në 79-ën? Në 79-ën e fitoi Vaçja. Vaçja me faret e Greshetin? Me faret e Në muaj do pres Greshetin? Shoqet tona ilegale. Shoqet tona ilegale? Po, diçka e tillë. Do të në fund ti e prezantove ti Vaçën? Po, çmimin e parë. Po atë atëherë këngët këndoheshin në dysh. Domethënë këndon ndonjëherë Vaçja. Jo, ma tregoj çik ta si the përsërisim këngën do 3 interpretime të reja. Ua sa e bukur ishte ajo. Domethënë përsërisim këngën do 3 interpretime të reja. Domethënë ai sepse ishin të dubluara këngët, ishin domethënë një këngë këndohej nga 2 këngëtar.
E kupton? Kështu, prandaj. Dhe tjetër kush bën përshtypje nga këngëtarët? Kush ka bërë më shumë përshtypje? Po ishin, domethënë, atëre ishte Vaçja, po, ishte sa kishte filluar me Faret e Laze me Zërin e Mrekullueshëm. Që Vaçja tha që kjo është pasardhësia ime. Po, ishte Bashkimi Alibali, atëre kishte startuar Irma Libohova. Po për Shivisimaku? Edhe para Shivisimaku, atëre ishte festivali i parë për të, domethënë. Ai ka qenë 15 vjeçë për. Po, ka qenë e vogël, e kupton? Çfarë përshtypje ka lënë për Shivisimaku? Po, unë përveç se skenës nuk jam takuar në ambjente jashtë skenës. Por ishte mjaft korrekte, shumë skrupuloze për ato që i thoshte kompozitori, ishte jepte maksimumin dhe arrinte rezultate shumë të mira, Të erdhi keq për atë historinë e saj që sigurisht, domethënë ashtu ëndra e të gjithë njerëzve VIP-a në fushën e aktrimit, në fushën e këngës që shkuan në Amerikë, ishte Hollywoodi, por jo të gjithë mund të arrin atje, kupton? Jo të gjithë. A kishte këngëtar Dimitër që ishin të përkëdhelur, i shikoja aty që domethënë kishin një lloj sigurie, domethënë që në prova, gjatë provave flas, që ty të krijonin domethënë shiko, nuk mund të përkëdhelia nuk mund të dukej haptazi. Domethënë aty ishte një start konkursi kush e kush të dilte sa më mirë, e kupton? Është Sota, Lindita Sota, një nga këngëtarët e mrekullueshëm. Sota e kishte fëmijërisë, nuk e ngatroi Dimiti, se thotë njëri ngatroi. Po. Lindita Sota të vajzërisë, dhe pastaj u martua Muri Theodori. Po, ne po flasim për kohën që kishte atëherë. Po, Lindita Sota. Atëherë ndije një ambicie profesionale shumë domethënëse. Ndije një ambicie profesionale midis kompozitorëve, poetëve, e kupton, edhe këngëtarëve. Kush e kush të mundoj që të paraqitej sa më mirë për të dhënë maksimumin, këngët ishin direkt, nuk ishin të regjistruar. Gjithçka live. Kështu që deri në momentin e fundit menin udhëzime nga kompozitorët, menin udhëzime nga poetët, kujdes këtu theksoje, mos harrosh këtë, mos bësh këtë. Dhe ajo ambicie profesionale bëri që të evidentoheshin këta këngëtarë të mrekullueshëm që na lanë perla sot që ne i dëgjojmë me një. Kishte një këngëtar që e dojmë shumë nga të gjithë? Vaçezele. Vaçezele, e dojmë shumë. Vaçezele. Pastaj më pas në festivalin e interpretuesve që u bë këngë testimes për herë të parë. Po se e prezantuat ju atë? Po, u rikthye. Ishte një revolucion. U rikthye, po, u rikthye Anita Take. Sepse dhe ajo ishte dënuar. Nuk e di për çfarë arsye, edhe startoi pas dënimit tek festivali i parë i interpretuesve. Që e keni prezantuar ju? Që kam prezantuar unë. Në 83-shin? Bashkë me Jacqueline Dhimojanin. Jacqueline Dhimojanin. Mimoza Lasticën? Mimoza Lasticën. Atë me atë ke prezantuar, Mimoza Lasticën. Nuk ishte më Mimoza Lastica ajo, po tani ishte një femër e rritur, e pjekur, e kupton, dhe prezantoi me dinjitet. Prezantoi shumë bukur. Tani, Dhimo, një djali... Edhe ajo ishte i Mariote. Edhe ajo i Mariote. E keni bërë ju me grupashën. Tani, Dhimo, një djali pashëm si ty, me shumë famet e tjera, si ishte ky raport yt me vajzat, se ti ishe një qetë vëmendës, nuk ka qenë pak ato i thoshin të martohem unë me, se është edhe një film, thotë martohem, ai djali thoshe me një speaker, po mund të kishe edhe vajza që të adhuronin ty. Ka qenë shumë korrekt. Shumë, jashtëzakonisht shumë korrekt. Sepse unë e ndjej që isha në qendër të vëmendjes, e ndjej që më ndiqnin hapasapi, e ndjej që çdo lëvizje ime ishte kontrolluar. Kush ndiqte Po, kush ndiqte? Përveç se njerëzve të sigurimit. Të ndiqin sigurimin? Njerëzve që të kolektivit që punonin për sigurimin e të tjere. Aty në rrëtëshë funksiononte sigurimin? Po, sigurisht, po. Ka pasur spion aty brenda? Ka patur disa. Ju ka bërë dëm? Ka patur disa. Jo, unë nuk... Jo, s'ka bërë dëm ty. Po tjerëve u kanë bërë dëm? Kanë bërë dëm, kanë bërë shënime,
Si ka qenë lidhja e dashurisë tuaj me bashkëshortën? Ju keni bashkëshortë një zonjë të nderuar, një historiante, arkiviste? E rastësishme, ime shoqe vazhdonte, unë isha në vit 4, ajo ka qenë për fagot, student në vit parë. Të artet? Migena, për fagot. Për fagot? Po, ishte femra... Te Instituti Lartë i Artet? Te Artet, ishte femra e parë frymore për fagot. Për fagot ka qenë e para? Edhe aty sigur ma drodhi syrin. Më pastaja, sigurisht, më pasim mbaruam akademinë, aty u lidha... Nga është Migena? është nga Tirana, Tiranse. Tiranse, me çfarë emri? Meto. Jati saj ka qenë drejtor artistik i televizionit shqiptar, regjisor, me emër Kadri Meto. Po si i tha, çfarë reagimi bëri Vjerri Arshëm kur i tha e bia që unë dashuroj këtë që jep lajmet? Po, mirë më i tha ti e di, a e do, atë pëlqenë. Si që ndo të rëndom në këto historirat familjare, kur një njeri prezenton atë që do në shpije, janë ato po si... Çfarë të thot Migena kur i thoti që unë jam gjuhën e nësime është greqishtja? Unë nuk e di pse i më shonë kësa gjë. Jo, unë si kam shpura si unë sot, vetëm sot për më shoj. Sistem që pare dhe unë thash jam i Mariot. Tani, nuk është... Jo, absolutisht, ajo është shumë e kënaqur me i marën, unë e kam bërë që ta doj shumë, ta dashuroj i marën, jo vetëm atë, po edhe fëmijët. Po, fëmijët, si? Edhe fëmijët... A duan i marë, shkojnë i marë? E kanë këshu, do me thënë nuk mund të rinë pa shkuar. I keni shtëpi atje akoma? Po, kemi shtëpinë e Trungut. Të gjyshit? Shtëpia të gjithë, do të e madhe, shtëpi e madhe. Po, shtëpi normale. Tani, dhe një gjë tjetër, ç'a është lidhja jote me skraparin që i ke për zemrën dhe skrapalin, që gjithmonë ma përmend këtë? Tani... Nga i mara, do të thonë, skrapar. Unë me skraparin tuaj kam lidhje shumë të ngushtë, sepse motra e madhe imja është martuar në skrapar. Ajo mbaroi për Gjulet Ersi dhe u emrua në skrapar, fillimisht në Dobrush, pastaj në Grepsk, dhe burin e ka skrapalli, u martua me skrapalli. Një familje nderuar, e respektuar, nga pëllumbajt e Nishicës. Njërës shumë të nderuar, shumë të dëgjuar, dhe një fis i zgjeruar. Po, shumë i zgjeruar. Dhe Beler? Po, Beler. Do me sër, një sër, jo... Të fisën. Do me vërtet një Mariot është martuar në skrapar, do një largësi dhe një palidhje. Babaj të tyre Kemal Nishica ka qenë një personalitet i shquar i skraparit, e kupton. Po kjo më ka lidhur, kam ardhur shumë herë në skrapar. Pse i do ka i shumë skrapalin? Po sepse janë njerëz për të dashuruar, janë njerëz të zakonit, janë njerëz të dashur, janë njerëz që të ofrojnë mirësi, janë njerëz edhe trakisti. Ty pra ty, ajo është atë traditës. Përsëri do ta përsëris të pyetjen, çfarë këshilli u jep spikerëve, vajzave, se aty e kishim shumë, dhe me të drejtë, ke shumë të drejtë, pajtohem aty. Jepoj këshill edhe pse nuk e kërkojnë. Ti janë sa më të thjeshta, sa më komportuese, sa më të natyrshme me teleshikuesin. Shiko, të hysh në televizion është shumë vështirë, po ta mbash televizionin është akoma më vështirë. Është akoma më vështirë. Po ti ikësh nga televizioni është shumë e thjeshtë, e kupton, mjafton një fjalë. Pra, problemi është jepet një kohë televizive. E çmuar, e artë. Mua, juve, me jepet kjo kohë televizive. E rëndësishme është. Jo të mbushim një kohë televizive, po çfarë të veçante do të bëjmë në këtë kohë televizive, në këtë orar televiziv që ne na është dhënë, e kupton, që teleshikuesit t'i lëmë bresa, e kupton, që të na simpatizoj, të na dashuroj, të na përkra me mendimet, e kupton, që nesër të thot po, si Landi nuk ka, e kupton, si Dimitri nuk ka. Do mënë që të lëmë bresa për edhe emisionin e radhës, edhe emisionin tjetër, sepse bëhen shumë emisione, po që dalim ka një emision nga tjetëri, është dalim ka një moderator nga një moderator tjetër. Çfarë përgatitje ka një moderator nga një moderator tjetër? Sa i aftë është, teleshikuesi është, do mënë ekranit të lexon dhe qerpikun, të lexon edhe
edhe qimin e kokës, jo më mendimin, sa i sakt je në këtë mendim, në këtë konkluzion që arrin, sa përçus i çmuar je për atë që dëshiron teleshikuesi të dëgjojë në ekran. Ky është një çelës që e bën atë të ndjeki vazhdimisht. Ndryshe ti merr fund. Ky është një leksion falas nga Vimiti Gjoka. Dëgjojeni sepse vetëm ju ndihmon. Kështu që në këtë kontekst, e kupton, është përgjegjësi e madhe të jesh moderator. Unë për ta mbyllur, më kujtua tani një histori që kemi bashk. Kemi qenë në vitin 2000, në nëntor të vitit 2000, një 2 javë në Arabi Saudite, me një ftesë të Ministrisë së Kulturës së Arabi Saudite. Ishte me ftesë të mbretit të Arabi Saudite, domethënë, por tjetër gjë se ishte tani na qeftuar Ministria e Kulturës. Po edhe mbreti. Po, mbreti e kishte pranuar, domethënë, pa mbretin ata nuk bëjnë dot. Tani ne ishim gati mos gaboj 10-15 gazetar. Po, kaq. Nga Shqipëria. Po. Ne kaluam goxha aventurë. Po atë aventurë që ka kaluar ti Vimiti Gjoka, nuk e ka kaluar. Jo, pas një shqiptar dhe besoj as një huaj në Arabi Saudite. Aq sa ti shkoj te një libër. Po. Ju ikët mbënjët një 10-15 ditë, nuk e di sa ne e bëm të plot muajin dhe ata na sajdisën kudo, biles bëm dhe një takim bashkë me ambasadorin ton atje në Arabi Saudite, me kryetarin e parlamentit të Arabi Saudite. Dhe në bisedë me kryetarin e parlamentit, unë i thash që do të bëj një libër me përshtypje nga Arabia Saudite. Edhe ati i pëlqeu kjo ide. Në fakt, atëherë viti 2000 për Tiranën ishte viti i skëterës, ishte një errësirë e jashtëzakonshme, domethënë dritat ndërpriteshin ore çast, domethënë fëmijët tanë mësonin me qiri, e kupton, ishte domethënë ishte mjaft e bezdishme, dhe ne nga kjo, domethënë errësirën ne shkuam në Arabi Saudite ku drita ishte primarja e nata në Arabi Saudite. Ishte jashtëzakonshme. Nëse ne na çuan në vende nga më, po ajo që unë dua të them teleshikuesve, Vimiti Gjoka ishte ndoshta i pari ose na krishterët e rrallë që ka qenë në Mekë, jo ka qenë afër Mekës. Por brenda në Mekë dhe ka bërë dhe xhiron bashkë me mua, unë me këtë dhe me Agim Kurin, do ta themi, me pasaj me tjerë Zamir Alushi, Ilir Babaramo, edhe gazetarë të tjerë. Dhe ka bërë rreth asaj bezës gurit të Qabes. Gurit të Qabes. Gjithë rritin aty, rreth e rrotull asaj, por të lutem tani na trego si ishte aventura që të morën me kamerë, me filma, me gjitha, dhe ti qëndro aty ikëm ne. Po, tani problemi është që ata ishin pak shtet, sipas mendimit tim, pak diktatorial, në kuptimin mbretëror, domethënë pak është shprehje pak, e kupton? Është shprehje pak. Dhe ne po xhironim, ishte natë në mbrëmje, po xhironim një godin që ne nuk e dinim çfarë ishte, po na pëlqeu ajo drita që kishte, ajo bukuria e saj, midis shumë xhirimeve të tjera, tham po xhirojmë edhe këtë. Pa ditur çfarë ishte, se në bashkë po ti filmoi gjithmonë. Agim Kuri filmonte gjatë gjithë kohës. Pa ditur çfarë ishte, kur mbrapa tak, edhe vjen njëri tjetër vë dorën përpara kamerës, çapën na marrin, na çojnë në rajonin e policisë. Edhe na thonë me në Riad. Në Riad, në kryeqytet. Me shenja. Nga Albania jemi të ftuar, i thamë nga Alabama, Americano. U çua njëri nga ta, domethënë si duket tepër kështu impulsiv ai. Americano, Alabama. No Amerikan, jo Amerikan. Albanesi, Albania, edhe i shpjeguam, munduam, i bëm dhe hartën aty në një letër, i atregonim, po asu binden më në kush ishte Shqipëria, dhe as e dinin fare, domethënë ta. Pastaj morëm telefon ambasadorin, i cili ndërhyri, e kupton edhe na liruan. Më pas pastaj në treguatët Mekës. Si u futën Mekë? Se bashkë me ne ishim. Po. Dhe 3 ditë në qytetin e Mekës. Po. 3 ditë kemi në hotel. Po. E në harruan fare atje. Po unë kisha si qëllim domethënë të bëja një dokumentar për shkollën tonë. Për shkollën tonë atje. Edhe shumë miq e shoh këtu na thanë që na bini një shenjë
nga Meka, nga Arabia, edhe i them ati shoqërusit, ka mundësi në një shenjë qarë mund të marim, po më tha, dhe guri këtu tha është i shenjta, edhe një gur po ta marrësh këtu tha, e ke të shenjta, sepse është brenda rrethit të qafes. Vëndit bekuar. Po, morëm gur, pastaj morëm ca gjëra të tjera, morëm ujë dhe... Atë ujën e bekuar, po, e morëm. Dhe pastaj, të nesërmen, ne na priti ju kishit ikur. Jo, një sekund, përpara një, si u futën në Mekë, se aty është ajo, ti ishe i krishterë. Po, do më dhenë, problemi është që unë thashë, vërtet jam i biri i Koços dhe Janës. Por në një zot kemi. Dhe në prezencë të shoqërusë. Një shoqërusë që kishim ne, po. Putha atë mermerin e hyrjes, po. E putha atë mermerin. Dhe unë pasi kishim bërë dhe një rotacion, që luam 7 herë, dhe më në jo, ajo ishte më pas. Atë shejtani me gur. Me gur. Ashtë vend tjetër. Po. Jo në Mekë. Edhe, dhe më... Dhe ju lanë të futeshin? Hymë brënda, po, në lanë. Po si ka mundësi? Po, a i shoqërusi se qarë tha, dhe më thënë, se qa bëri, vetëm... Edhe unë emri Roland nuk është emri musliman. Në lanë të hymë, kupton? Në lanë të hymë. Po jo, ne rritin e bëmë gjithë. Ne më shumë... Jo për të thënë që një i krishter hyri në Mekë, kupton edhe do më respektoj muslimanët. Unë kujdoj që ja kam thënë, edhe në libër që kam lexuar, kupton, janë çuditur që shne ti krishter, do më thënë... Libër e ke shkruar me shumë dashuri. Të shkosh të respektosh, do më thënë, muslimanë nga njerëz fanatik të krishterë, kupton? Ne u ritëm, shiko, ne u ritëm pak, ishim të vegjër në 67-ën, kur u mbyll feja dhe po thuaj se ne u ritëm pa këto adetet e kishës e të xhamive. Unë në një moment kur bëra bisedë me kryetarin e Parlamentit të Arabisë Saudite, i thash që unë kam marrë grua muslimane i lëvizi nga vendi. Si është e mundur, pra një krishterna ka marrë muslimane. Po kur i thash që 3 motrat e mia kanë marrë të 3 muslimane, muhabeti nga 20 minuta takimi që ishte caktuar, vajti 2 orë. E kupton? Vajti 2 orë. Do men që ti na more një, po ne të kemi... Po juve u futën brenda në burg, atje në izolim, Po, në izolim. 24 orë? Po, 24 orë. Jo, morë dhe kamerën e filmën? Po, kamerën atje, gjitha ato. Po si u akthyen pasaj vetëm kur ndryri ambasadori? Po, ndryri ambasadori, pasaj që morë vesh që ne ishim tëftuar, nuk e dinim qa godine ishte. Unë parë dëgjova, jo dëgjova, po e parë si ishe polici fetare. Në erdhe mua dhe Ilir Babarama në ndaluar atje pëse nuk kryenim rritet. Po. Pasaj unë i premtova kryetarit Parlamentit të Arabisë, i premtova i do bëj edhe një libër për përshtypje dhe një dokumentar. Libri ka shumë bukur. Dhe ma kërkoi ambasada e Arabisë Saudite këtu në Tiranë më pas, e përkthyen ata, i çuan një përmbledhje të përkthimit, e kupton. Edhe dokumentarin e pan, e pëlqyen, e superlative, dhe cilësova dokumentarin nga që ne xhiruam natën, nata e ëndrrës saudite. Dhe unë kërkoja ushtarin e Qabes dhe më kujtua Demir Zykua, edhe kujtova Demir Zykon për të jurës nga guri Qabese, këtej nga guri Qabese andej, se kemi diskutuar bashkë atje, unë ka bërë 200 kilometra në bazë gurit, me Furistrat me atë Abdurrahmanin, po e qartë kështu që kemi kujtime të bukura nga Arabia Saudite. Po nuk do të thotë që unë si krishter, do më thënë të vija një tra në mes për të ndarë krishterimin me muslimanizmin. Unë ka pëlqyer një shprehje shumë e bukur e Hillary Clinton, kur vati për të parë në takimin në Arabi Saudite. Më vjen keq thotë që nuk e kam njohur më përpara fen muslimanët. Kështu tha? Po, tekstualisht kështu. Kur vati për të parë në takimin në Arabi Saudite me mbretin. Më vjen keq që nuk e kam njohur më përpara tha. Ne pam edhe ato villat e Bin Ladenit, villat ato të lagjes Bin Laden, kujtohet? Ne shkuam, ne na bëri përshtypje që ne dalim këtu në lëndina, në male, në kodra të bukura me jeshillëk, me gjelbërim, dërsa ata dinin për weekend në shkretë të tjerë, shtronin qylymat, pak sa të dilje nga qyteti, shikoje familje të shtruar qylymat që bënin weekendet e tyre, e kupton, në mes të shkretë të tjerës.
një ndryshim i jashtëzakonshëm midis vendit tonë edhe atyre. Dhe tjetra që më bëri përshtypje, meqense jemi këtu, ata kishin vendin e parë në botë në kohën që ishim ne me 4 milion ton gru në vit. Dhe kishin marrë baltën nga lumi Danub nga Rumania, sepse pikrisht ajo baltë nga studimet që kishin bërë në atë pjesë të lumit, ishte pjellore dhe kishin shpërndarë në shumë sipërfaqe, në mijëra kilometra katror të sipërfaqes së shkretirës dhe mbillnin grurin, mbillnin pemët, mbillnin, domethënë një punë të jashtëzakonshme. Sistemi vaditjes në shkret të tjerë. Në çdo fidan ishte rubineti. Ujin e detit e kishin kthyer në ujë të ëmbël, e kupton, e të tjera gjë për cilat infrastruktura shkruan për të bërë këto përshtypje në librin. Nuk mbarojmë let bisedat me Dimitri Gjokën. Faleminderit. Unë kam shijuar shumë këtë bisedë. Faleminderit. Të falenderoj me zemër për gjithë këto histori, këto detaje, kaq të bukura nga jeta jote që e di si them Dimitri, nuk të përkasin vetëm ty. Janë histori e medias shqiptare, televizionit shqiptar, e televizioneve shqiptare, por edhe i artit dhe i kulturës, sepse ti nuk je thjesht vetëm një speaker dhe një regjisor, por edhe një njeri që ke shkruar, ke botuar dhe ke prodhuar. Je producent dhe autori i sa dokumentarëve, se dhe këtë nuk e përmendëm. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin tim sot. Edhe për mua ishte kënaqësi që u intervistova pikërisht nga ju. Të nderuar teleshikues, ndoqët një intervistë me të vërtet shumë interesante me Dimitri Gjokën, një njeri shumë dimensional në gazetari, në media dhe me gjerë. Nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.